me që të gjithë u bën zotër dhe japi mesazhe për popullin dhe në emër të popullit, atëherë unë kam një mesazh shumë të sinqert, shumë qytetar për Edi Ramën, për kryeministrin tonë të dashur, por dhe për Luluzim Bashën, për të dy këta. Mesazhi është ky. Ky popull nuk është budalla. Ju informoj se ky popull është shumë i zgjuar. Në këtë kontekst, lërini lojrat, mos luani me ndjenjat, me djersën, me gjakun dhe me të ardhmen e këtij populli. Nëse doni të bëni shaka, shkoni në Portokalli. Nëse doni vërtet të vazhdoni politikën, shërbejini këtij populli. Kaq ju them. Ky popull është shumë i zgjuar. Është më i zgjuar se ju. Imagjinojeni që është aq trim ky popull dhe aq fisnik sa ju ka toleruar juve të dilni mbi të. Sepse trimi dhe fisniku fal edhe toleron, edhe lejon. Kuptoni? Fal, toleron dhe lejon. Mos u tallni me këtë popull. As ti Edvin Rama, kryeministri im, as ti Lul Basha. Sepse bëni mëkat. Se ky popull nuk ua fal. Nuk ua fal nëse vazhdoni ende kështu. Këtë teatrin tuaj. Shkoni në Portokalli të dy dhe punoni aty. Mos u tallni me këtë popull. Po a them për herë të fundit. Kaq kisha. Ju përqafoj miq që dëgjuat këtë video. E kam shumë të sinqert, të gjitha më dalin nga zemra këto fjalë që thash, edhe pse shava kryeministrin tim. Shava, kritikova. Edhe pse shava dhëndrin ton të Labëris, Luluzim Bashën. E kritikova dhe atë. Mos u tallni me këtë popull, se as ti, Ed, as ti Lul, s'kini byth të tallni me këtë popull. Harrojeni. Keni kujdes. Gishtin kokës.